Kjo luftë me simbolika është për shkak se gjitha partitë shkojnë këto zgjedhje, edhe pse të vetëdijshme që po shkojmë zgjedhje që nga pronëvera si vjetshme shkojnë me panik. Dhe secila po e zgjedh ato që mundësisht e qunë si bastion të vetin, përpos aleancës, secila megjithatë fillon fushatën në Prishtinë, që duket pak a shumë e pa trembun prej furtunave që mund vinë me 28-in. Lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve të Nën Shkurtit, duhet qenë se nuk ka dashur me i dhënë vendit institucione, për shkak të privilegjeve me i ujtë edhe një vjet më shumë, me i shty me poezi nga posta e porositun e Mark Krasniqit, kush e mon men, ose nga prallat e gjyshit, pa asnjë lloj legaliteti juridiko-politik, me dy kuvendet shpërndome, thot që jo mende kryeministër, merreni me men. Me një kuvend shpërdom, ka kryeministra në detyrë. Dhe këto e një demokracia. Me dy kuvende, radhazi, të shpërndome dhe t'jesh ende kryeministër. Në detyrë? Në detyrë. Kjo skandaloze, kjo e pa pomën Ajo është kryeministër në detyrë. E pa pomën në demokracitë liberale në krejtë Evropën perëndimore. Ama është, nuk mund t'i thuash që s'është kryeministër në detyrë, apo? S'muj s'di ç'kush me qujt. Po I postit publik. Nëse ka ndonjë. Po arsye se kërkush nuk u shku hala me i thonë ka dalë djali mirë se ti nuk je kryeministër më këtu. Se s'guxoj. A din pse? Sa i ka shtinë në orbitet e tyne me flamuj, tund flamuj e hymne e patriotizma kotin, shekullin 21, në dekadën e dytë, domethënë në dekadën e dytë, jo, po në dekadën e tretë shekullit 21. Dhe tash, do të thotë në vend të në kohën e inteligjencës artificiale, në vend të strukturave teknologjike që mendja njeriu tande nuk i ka po, ne ofrojmë nacionalizma, ofrojmë flamuj, ofrojmë